Naturalizimi, pra marrja e pasaportës ka ndryshuar, është një ndër masa që është futur direkt në aplikim. Nga 120 pyetje janë sot, nga 100 që kanë ekzistuar deri para disa muajsh. Nga këto do jepen 12 përgjigje të sakta dhe ajo që vlen për të theksuar është se do të pyeten komshinjt, pra për herë të parë ne do na duhen referenca nga komshinjt dhe nëse ne nuk do t'i dërgojmë këto referenca ose edhe sikur t'i dërgojmë, do t'jenë oficerët e migracionit ata të cilët do vinë dhe do t'i vërtetojnë, kështu që mundësia për të gënjur do të jetë minimale ose do të asimilohet, sepse ky është qëllimi. Pra, të gjithë emigrantët që jetojnë këtu dhe ata që do vinë të jenë njerëz të rregullt, të saktë, me qëllim që mos të rrezikojnë jetën e qytetarëve amerikanë dhe pasi Trumpi po ecën me American First, pra amerikanët të parët.